Luani shqiptar, fëmia 2 vjeçar, ylli i futbollit. Në Instagram ka gjysmë milion djegës dhe në çdo video të tij ka miliona klikime. Në TikTok ka te i kaluar 1 milion djegës dhe Luani i vogël shqiptar nuk ndalet. Madje ai është kthyer në një simbol për të vegjël dhe të rritur, ndonse vetëm 2 vjeç është një mjeshtër në gjuajtje dhe luan me top si i rritur, saqë ka detyruar edhe gazetat gjermane që të flasin për të. Sjellja e natyrshme e Luanit, teknika dhe buzëqeshja ka rrëmbyer miliona njerëz, ndaj dhe e ndjekin në çdo kanal. Në kanalet sociale mban emrin I am Luan, pra un jam Luani, por ky kingu shqiptar e ka emrin Luan Hasani dhe një ditë do të bëhet i famshëm. I ati i tij, Labinot Hasani, nuk i vendosi videot për famë në rrjet, por thjesht si dëshira e një prindi që tregon me krenari për kushtimin ndaj të birit. Por ati nuk do t'ja priste mendja kurrë që Luani do të bëje një yll i rrjeteve sociale, duke e ndjekur njerëz nga mbar bota. Kur ishte i vogël, babait Labinotit i pëlqente shumë futbolli, por nuk mundi të luante, sepse u largua nga Kosova në vitin 1991, kur ishte ende fëmijë, dhe jeta eci ndryshe. Sot, duke u kujdesur për të birin që të zgjedhë rrugën që i pëlqen, pra futbollin, kjo Labinotit i përmbush zemrën 2 herë, për çka i ka munguar dhe për Luanin shqiptar, i cili ndonse 2 vjeç ka arritur një sukses të madh. Labinoti tregon se Luani që kur ishte 1 vjeç donte vetëm topin dhe mënyra se si ai gjuante kuptoi menjëherë që ai ishte i aftë vetëm për futboll. Në fakt, Luani nuk do t'ja di për lodra. Ati i pëlqen vetëm të loz me top dhe ka disa gjuajtje vërtet fantastike. Familja jeton në Gjermani. Në fakt, Luani i vogël shqiptar, ylli i futbollit, ka detyruar edhe gazetat gjermane që të flasin për të. Dhe dashuria për këtë sport, Luanin po e rrëmben gjithnjë më shumë, kështu që normal që i ati e ndihmon, duke i bërë stërvitje, ashtu siç bëjnë edhe trajnerët me futbollistët, por normal, me normat e një fëmije. E bukur është që Luani i vogël bën atë çka sheh, por ka një sprint dhe një teknik krejt të vetin. Ndonse familja nuk ka bërë asnjë reklam, Luanin shqiptar e shohin miliona njerëz, e kështu disa ekipe të mëdha që e kanë parë i kanë bërë oferta të ndryshme, por familja për momentin nuk ka pranuar, sepse për ta është ende herët. Tashmë të tjerë fëmijë kanë filluar të kopjojnë Luanin shqiptar, por ylli mbetet yll. Në fakt, edhe legjenda e futbollit shqiptar, Lorik Cana, i ka dedikuar një bluzë Luanit të vogël. Babai, Labinoti, ka treguar se edhe futbollist botëror, jo shqiptar, e kanë kontaktuar, dhe që ndoshta shumë shpejt mund t'i bëjnë një surprizë. Nuk dihet nëse do të shfaqen duke luajtur së bashku me Luanin, apo do ta ftojnë Luanin e vogël shqiptar në fushë për të gjuajtur në port me ta. Megjithatë, le të presim.